Është kjo 16 kërkesat për hetimin 30 vjeçar në 3 breza. Po, kjo janë pjesë të hetime që janë bërë fillim pikërisht pas urdhrit të Edi Ramës. Po këto donin të zhduknin nga dosja urdhrin e Edi Ramës. Ndërkohë që unë aty në seancë i tregova rastin që në Strasburg kemi raste shumë interesante në Strasburg lidhur me opozitarët turq. Opozitarët turq kanë paraqitur në Strasburg një thënie të Erdoganit në Turqi, kur atij i bën grushteti dhe ai pati një deklaratë publike që tha drejtuesit e opozitës do ta shikojnë tani. Mbi bazën e kësaj, ai s'përmendi asnjë emër të veçantë, mbi bazën e kësaj deklarate publike të Erdoganit, shumica ose të gjithë përfaqësuesit e opozitës turke, gjykata e Strasburgut ja ka quajtur të drejtë që janë procese politike. Kështu që ndërkohë në këtë rastin konkret ne kemi direkt Edi Ramën që e urdhëron SPAK-un të procedojë penalisht Sali Berishën. Pra nuk është më në përgjithësi që thotë shiko, shihni liderat e opozitës. Jo, thot me emër mbi emër Sali Berishën. Kështu që është qartazi që kemi të bëjmë me një patatë të nxehtë që prokurorët e SPAK-ut janë vendosur në shërbim të politikës siç nuk duhet ishte. Po të kemi parasysh që për fat keq Arben Kraja është hetuesi i sigurimit të shtetit që në 90-ën i hequr nga puna si pasojë e ligjit lustracionit, pra në konflikt pa hapur interesi. Po të kemi parasysh që Milonaj ka qenë prokurore në Elbasan kur Taulan Balla e mbronte deri pas Trusit në Elbasan. Dhe është promovuar në SPAK pikërisht nga Taulan Balla, që është kallëzuesi i Rrem. Po të kemi parasysh që ndonse u vërtetua kallëzimi i Rremit Taulan Ballës nuk ka padi për kallëzim të Rrem dhe nuk ka ndjekje penale për kallëzimin e Rrem Taulan Ballës që i ka kushtuar shtetit miliona euro. Pra të gjitha ato tregojnë qartazi kapjen dhe keqpërdorimin jo vetëm të Irena Gjokës, që ju keni bërë emisione të plota, por dhe të tyre prokurorëve kamikazë të Edi Ramës. Më lejoni t'ju them që vetëm para 3 ditësh gjykata e Strasburgut publikoi ndër të tjera vendimin e saj, sipas të cilit ky proces është i ndotur qysh në fillim të herës, sepse unë nuk kam pasur akses në drejtësi në gjykata lidhur dhe me procedimin penal për shpifjen që i kanë bërë Taulan Ballës që para 14 vitesh. Çfarë ndodhi? Të gjithë segmentet e gjyqëtorit shqiptar për fat keq u bën lepe peqe të pushtetit. Qoftë gjykata e lartë, duke mos lejuar aksesin në dosje, duke fshehur vendimin, qoftë gjykata kushtetuese, duke fshehur vendimin, qoftë prokurorët e SPAK-ut, duke grabitur, duke sekuestruar dosje civile gjyqëtore të një çështje civile, gjë e cila nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Këto të gjitha tregojnë për një proces të ndotur politikisht. Por këto falsifikimet e SPAK-ut nuk mjaftojnë me kaq, ka kaluar në falsifikime përtej imagjinatës. Kanë gënjur deri për përmbajtjen e VKM-s apo ligjeve që ju thash, por kanë gënjur edhe për faktin kanë pretenduar sikur ka qenë në planin e përhapjes forcave të armatosura, ish klubi Partizan. Në fakt nuk ka qenë. Dhe kanë në dosje, qoftë letrën nga shefi i shtabit, shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosur, që thotë nuk ka qenë as 2006, as 2007, as 2009, por kanë edhe nga OPG-ja që kanë çuar vetë me emër mbi emër 10 ditë para se të kërkonin masa arresti, e cila i thotë që nuk ka qenë as 2004. E kanë të qartë. Kush ka qenë? Ka qenë orkestra frymore, pra banda e ushtrisë. Ky është një vend çuditërash në të cilin në planin e përhapjes forcave të armatosura ne mbajmë orkestrën e sazeve, po heqim bazat detare luftarake. Pse? Sepse don t'i vjedhë Edi Rama, dhe pse? Sepse prokurorët janë lepe peqe të Edi Ramës, në vend se të mbrojnë interesin publik, përdoren si kone apo qenë për të sulmuar opozitën.